A e dini se nëse prindrit kontribuojnë 20.000 lekë çdo muaj në fondin e pensioneve Sigal, me normën aktuale të kthimit rreth 4.55%, në llogarinë e fëmijës në moshën 18 vjeçare do të jenë rreth 6.48 milion lekë. Në këtë mënyrë fëmia mund të tërheqë interesin prej rreth 2.15 milion lekësh për 18 vjetorin dhe duke lënë pjesën tjetër për maturim pas një kontribut shtesë, garanton rreth 28 milion lekë të rinj në moshën 60 vjeçare ose një super pension dinjitoz prej rreth 233.000 lekësh në muaj për 10 vjet. Pra nëse kemi një fëmijë të vogël të sapo lindur dhe duam që atij t'i bëjmë një dhuratë kur ai të mush moshën 20 vjeçare, ai mund të përfitojë në moshën 20 vjeçare rreth 20.000 euro. Dhe pjesa e mbetur ose të gjithë interesat e mbetura kalojnë në pensionin privat. CEO i Sigal, Zoti Avli Ponari, tregon se kjo mundësi investimi mund të kombinohet edhe me sigurimin e jetës së prindit, duke i dhënë fëmijës garanci të shumëfishta. Duke shoqëruar këtë edhe me sigurimin e jetës, atëherë kemi të bëjmë me një sigurim të dyfisht dhe në rast ngjarje të cilat ne nuk i përcaktojmë dot, atëherë përfitimi është shumë më i madh. Në këtë mënyrë në Sigal Invest garancitë janë të shumëfishta. Shuma e siguruar nga sigurimi i jetës së prindit, interesi për moshën 18 vjeçare dhe super llogaritja për moshën 60 vjeçare. Vetëm 18 vjet investimi zgjuar mujor nga prindrit. Përfitimet mund të shtrihen në breza për fëmijën dhe kur ai të jetë vetë prind dhe gjysh.